Në malet e të pisurat të Shqipërisë së Veriut, ku era vishkullonte në perluginat e gjelberuara dhe fshatrat e lashtë, gjetonte një vajze e re e quajtur Elira. Ferma e familjes së saj, e vendosur në brigjet Angelike në Kristal, ishte e njohur për rritjen e quajveme të forte dhe me të shpeshte në rajon. Nga famigjeria, Elira kishte një gjepsje të pashpjegueshme për këto krijesa fizike, duke unë gjere e lidhur me të një mënyre që shkonte për taj admirimit të thjeshtë. Nëna e saj, Lirigje, një grua e repte dhe tradicionale, e kishte rritur vajzën e saj me bingjen e palekundur se gratë nuk duhet të merrnin persi për detyra të rrezikshme. Por kishte diçka me të sëllej, se tradita pas reptësis e se sa gjamtaru, kjo nga mosha e vogel, Elira mbante një kufizim fizik në ngjeren kembe, paso që ngjë thëgje kjo e kishte dobesuar në famigjeri. Per Lirigjën, kjo e bente vajzën e saj të brishte, të pafte për të përbalur me sfidat kjo ofron bëta. Që do mëngjes, Elira zgjohej me tingullin e tundrave të kuajve kjo përplaseshin në token shkemburi. Ajo këndronte në dritaren e dhomës së saj, duke veshtruar me si të ndriçeme ndërsa punëtorët stërviteshin me kuajt në oborrin e fermes. Zemra e saj rrihte më shpejt, sa herë ka shiten gjekalerim të sukseshim, duke imagjinuar veten në shpinën e gjekali, duke fluturuar në per kodra me erën e ftohtë të Veriut që i përplasej në fytyre. Gjishi i saj, Gjoni, një burre i urte me si të bute, dhe duar të shpranga puna, i vezgon të shpesh mbesën e tij nga larg. Agje kupton të desiren, e sa shte parezistueshme për të kene me afer kuajve. Ndryshe nga Lirigja, Gjoni besonte se forka e vertete e një personi nuk këndronte në trupin e tij, por në vendosmërinë e shpirtit. Gjemengjes, ndërsa dieli sapo kishte filluar të ngrihej gjembi malet e largeta, një tregtar nga Shkodra mberriti në ferme. Me vete kishte një kaletazi si nata, me një pamgje madheshtore këta linte pafrime. Emri i taj ishte vetetima, dhe vetem duke e pare, të gjite e kuptuan sepse mbante një emër të tille. Sita e tij të zjarte reflektonin një shpirt të pajpur, dhe levizjet e tijishin të shpejta si vetetima ke i da emrin. Tregtari paralajmerui se asnjë kaloris nuk kishte arritur të zbuste këtë kale. Vetetima mbante shenja që tregonin një të kaluar të veshtire dhe të pangjohur. Sapo u leshua në stallat i fermes, prania e tij imponoi respekt me njëherë shem. Hingellimat e tij gjehonin në perfusha, dhe sqelja e tij e shketesuar bente të karte se nuk pranonte në shtrim. Elira, e fshehur pas një gardi, vezgonte gjithçka me një përzierje mahanitjegje dhe shketesimi. Diçka brenda saj dukej sikur ngjite atë shpirt rebel. Pavarësisht forcës së tij, kali person të diçka me të thelle, një gjendje mosbesimi ndaj botës perret, sikur ta ishte privuar nga diçka thellbesore, ashtu si ajo vete. Atenate, ndërsa hena ndrisonte kjellin, e erret mbi male, Elira këndroi zgjuar në shtrat, duke menduar për vetetimen. Në heshtjen e natës, ajo mori një vendim që do t'i ndryshonte gjetën përgjithmone. Pavarësisht nga kufizimet e saj fizike dhe frika, i nënës së saj, ajo do të gjente një mënyrë për t'u afruar me atë kale të eger, sepse në site e tij, ajo për diçka që askush tjetër nuk e kishte vënë në re, në paskajrim të vetë shpirtit të saj të pamposhtur. Nëse kjo historit intereson, mos harro të abonohesh në kanalin ton dhe të vendosesh pëlke, në tregun nga cili qytet po në shikon. Vazhdojmë. Netët në fermen malore ishin taketa, të ndërprerave tem nga tërgjet e largeta të ukerve dhe hingellimat i rastësishme të kuajve, per Eliren e rresira ishte bere aliate. Gjithdonate, pasi familja shkonte për të fjetur, ajo zbriste nga dale shkalet e shtëpisë së vjetër, duke u përpjekur të mos bente zurme me kemben i saj të dobet. Që do hap kërkonte kushdes të veçante, por vendosmerja i saj ishte me e forte se çdo pengese fizike. Stallat ishin të ndrisuara dobet nga një lampe e vjetër ke varej nga tavani i drurit. Vetetima këndronte në boksin e tij të fundit,
Indare në kuajsht e qere për shkak të temperamentit të tishte paparashikueshëm. Sita e tishte erë reflektonin dritën e dobet, duke krigjuar një skelkim misterios kë e bente të duke edhe me madheshtor. Shigjon, i cili e kishte vezguar mbesen e tish nga larg, kishte filluar të linte pakushkim shtese pranë boksit të vetetimes që du mbremgje. Këgjo i gjepte Elires një arsye për të ofruar një mënyre për të ndertuar një urët e padukshme midis saj dhe kalit të eger. Ai gure nuk e pranoi hapur se edinte për vizitate saj të fshehta, por buzekesh gja e tije bute në mengje stregon të gicka. Nate pas nate, Elira i afrohej vetetimes, duke i folur me ze të ulet në erresire. I tregonte per endrat e saj, per deshiren e të le per të kene Elire, per të kaliruar në per male si gjite të qëret. Kalli, fillimisht mos besues dhe i tensionuar, gradualisht filloj të tregonte shenja të vogla të pranimit të pranise se saj. Ndonjëherë, kura gjo fliste, vesheti tij levisnin në drejtim të zerit të saj, duke treguar si po dëgjonte. Ngjenate, ndërsa hena e plot ndrisonte oborin e fermes, Elira mori nje vendim të guksimshem. Duke mbajtur në dore një molet e kuke, ajo u afrua me shume se kure me pare të boksi i vetetimez. Zemra i rite fort në kraharur, por zeri i saj mbeti i ketej ndërsa i fliste kalit. Ti dhe une e gjemi njësoj, peshperiti ajo. Të di gjemi të kufizuar nga gjera këtë gjeret mendojne se na persaktojnë. Vetetima e veshtroj me si të mprete, trupi i tij i tensionuar tregonte se ishte gati të reagonte, por diçka në zerin e Elires në këndrimin e saj të këtë dhete vendosur duke se e preku. Per heret e pare, ai nuk u tërho kurajo zëgjati doren me molen. Momentet ke pasuan dukeshin si një pergjetesi. Elira me zimer të frime ndërsa priste, duke mbashtur doren të palavizur. Nëse dala, me një eleganse ke dukesh e pamundur per një krijes e kakte fukishme, vetetima u likoken të mori molan butesisht nga dora e saj. Në atë moment, diske ndryshoj me styrë. Nuk ishte vetëm një kale ke pranon të ushkim nga një vajze, ishte një moment mire kuptimi mes di shpirtrave të Elire ke gjeten njeri qëtrin në erresire, por fati kishte planet e qira. Ndërsa Elira po largohaj nga stalat atenate, zemra e saj mbushur me shprese dhe gezim, nuk e dinte se Lirigja kishte filluar të disonte per aktivitetet i saj të nates. Nina e saj, e shkete suar per sigurinë e vajzes se saj, dhe e bindur se po bente gjene e duhur, kishte marrë një vendim këdo të trondiste të melet e kësaj lidhgjegje të sapolindur. Në derkohi, në fshat kishte filluar të perhapej fjala per vajzën kë fliste me kalin e pathjeshem. Disa i kwanin marrezi, të gjere shihnin dit ka magjike ne kete lidgje të pazakonte. Por per Eliren, opinioni të qereve nuk kishte rendesi. Ajo kishte gjetur diçka kë i gjepte këptim jetës së saj, një arsye për të sfiduar kufizimet që bota i kishte vendosur. Mëngjesi i asaj ditë të vesante në ferme u zgjua me një tension të prekshëm në ajer. Lirigja kishte mbledhur familjen në domen kryesore të shtëpise, fytyra e saj i rende me vendosmeri. Pa hëmbur kohë, ajo njoftoi vendimin e saj, vetetima do të shitej, fjalët e saj rane si një gur i rende në zemrën e Elires, duke e lënë pa frime. Është për të miren tende, të Lirigja, zeri i saj i kete por i palekundur. Nuk mund të vazhdosh të rrezikosh veten me një kale kakte rrezikshëm. Bleresit të të vajne nesër në mëngjes. Elira këndroj e në ngrire në vendin e saj, duke luftuar me lotet ke kërcenonin të shpertenin. Gjishigjon, i ullur në koshen e tish të zakonshme, veshtroj mbesen e tish me dimgje të heshtur. Lajmi për shitjen e vetetimes u përhap shpejt në fshat. Banoret diskutonin me zete e julet, duke shprehur ke kardje për fundin e asaj ke kishte filluar të edukejt si një histori magjike. Disa tane se ishte vendimi i duhur, një vajze me kufizime fizike nuk duhet të enderonte të behej kalores. Te qere me gjitëte,
Kishin pare diçka teve sante ne ligjen mes vajzës dhe kalit, diçka ke shkonte perte kufizimeve fizike dhe frikës. Atë pas dite, Elira u strehua në stalle duke kaluar çdo momente mundshëm me vetë timen. Kali duke se ndjente trishtimin e saj. Ai këndronte me afergarditse zakonisht, duke e lexuar atë të prekte butesisht kafen e ti të fukishme. Nuk du të tele të shkosh, peshperiti a gjo, fjalet e saj një premtimi heshtur me styre. Nërsa dieli po perendonte, një grup fshataresh mblodhen pranë stalles. Me styre ishte edhe Rex Hepi I vjeter, një burrekëni hyper urtesine e taj dhe njohjen, e teletekvajve. Ai veshtroj gjatë vetetimen dhe pastaj liren, një buzekeshe e vogel duke luajtur në buzete të ishte tata. Ka gjera ke siri nuk I shesh, dha e meze të ulet duke ju drejtuar grupit. Por zemra I nje, fjalet e tij krijuan një heshtgje të telemes të pranishmeve. Rex Hepi u këtje nga Lirigja, e cila kishte ardhur per të pare se qfare po ndodhte. Ndonjë here, frikazhone per të mbrojtur ata ke duam na verbon ndaj forces së tyre të vertete. Lirigja e prekur nga fjalet e pleknarit, veshtroi vajzen I sajmësi të rinj. Per heret e pare, agjo pa gjo vetem kufizimet fizike të Elires, por edhe forcen e pamaqshme të shpirtit të saj. Pas një heshtje të gjate, agjo mori një vendim kë du të ndryshon të gjithçka. Du të gjap një mundesi, tha agjo, duke u drejtuar nga vajza e saj. Nëse mund të zbusesh vetetimen, nëse mund të besh atë të pranogje si kalores në tij, atë here ai mund të kendrogje. Si te I Elires u ndezen me shprese, por Lirigja nuk kishte mbaruar, por duhet të besh këte para se bleresit të vine në serë në mëngjes, dhe duhet të besh para gjithë fshatit, sfida duke po twajze e pamundur. Ës një kalores me pervoje nuk kishte arritur të zbuste vetetimen, dhe Elira kurre nuk kishte kaleruar me pare. Por në syte e saj shkelkente diçka me I fortese frika, një vendosmeri kë vinte nga të lesja e shpirtit të saj. Gishi gjon u afrua dhe I vendosi një dore në sup. Ndonjë here, peshperiti ai. Forse me te mare e greshme pikërisht në momentet kur botanatote se gjemi me të dobet. Elira shtrëngoi dorën e tij, duke marrë forse nga mbështetja e tij e heshtur. Ate nate, ndryshe nga netet e qerat e fsheta, Elira hyri hapur në stallën e vetetimes, nuk kishte me nevojë të fshihej. Para si vetë të gjithëve, ajo do të provonte se kufizimet fizike nuk mund të pengonin një shpirt të lire. Vetetima e priti me një hingellime të bute, sikur të kuptonte ke diçka e rëndësishme po ndodhte. Drita e heneske depërtonte nga dritaret, e stalles I mbeshtil të tedi në nje shkelkim të argjente, duke krigjuar një pamgje potwajtse per alore. Ugimi I ditës vendimtare u zgjua me një atmosfere elektrizuese në ferme. Ky në oret e para te mëngjesit, fshatëret filluan të mblidhen pranë fushese sterviqës, duke krigjuar një ret të mad njerëzish ke prisnin me padurim. Bleresit e rinj kishin mberitur me një kamion të mad, të gatshëm per të marrë vetetimen. Askush nuk e besonte se Elira du të kishte sukses në detyren e saj të pamundur. Lirigja këndronte e tensionuar pranë gardit, duart e saj të shtrenguara fort në dru. Pavarësisht vendimit të saj për t'i dhënë vajzës se saj kete mundesi, frika ende e pushtonte. Çdo herë që shikonte këmbë në dobet të Elires, zemra e saj ngrihej në fyt. Ishi gjon ndërkohë, po përgatiste një shalet e vjetër që kishte ruajtur per vite me radhë, duke e pastruar me kushdes dhe duke kontrolluar çdo ripe. Gje e sigurt për kete, pjeti Lirigja per herit e fundit, duke ju afruar vajzës së saj. Elira u kthie nga nëna e saj, sejte I saj të mbushur me një vendosmëri të paepur. Me shume se kurre, u përgjigj gjajo, zeri I saj I kete por I vendosur, nuk është thjesht për vetetimen ose për mua, është për të gjithë ata që u është tene se nuk mundën. Momenti I se vërtetes po afrohej. Di burrat e fortesolen vetetimen në fushë, duke u përpjekur të mbajnë në kontrol me litaret e trashe. Kali I zi duke I edheme madheshtër në ndritën e mëngjesit,
krifët e tishte e rreta duke shkelkjer me një shkelkim të zjarti. Sapo pa e liren, a i ndaloj se luftuari me litaret, veshet e tishte drejtuar per para neve mengjet e plote. Elira filloi të i që drejtaj, se do hapi matur dhe i kelimshem pavarësisht, kembes se sa i të dobet. Peshpericet e turmes u shuan gradualisht në nje heshqet e plote. Edhe era duke se kishte ndaluar se friri, duke e bere momentin e dhe me intensiv. Veteti ma kendroj i palevizur, si te e tishte e rrete fiksuar të vajzake po afrohej. Me lejoni ti heklitaret, ta e lira me zete karte, burat shkembjen veshtri me te pasigurta, por perfundimisht ju binden urdrit të sejgj. Ngadale një nga nje litaret u hoken, veteti ma mbeti në vend, trupi i taj i tensionuar si një suste e ngjeshur, por palevizur. Me një butesi ke i habitite e gjithe, Elira nëksori një molle nga kshepi i saj, e njajta lojsh molle ke kishte perdorur ne takimet e tyre te nates. Ti deju ne, peshperiti a gjom gjaftueshëm sa vetem kalitej deg gjonte, ne kuptojmen gjeri qetrin. Veteti ma u likoken lehte, duke marre molen nga dora e sajmenje delikatese befasuese. Turman bashti frimen dersa Elira, me ndihmen e kuqdeshme të gjishit të sejgj, filloj të vendos të shalen, që do levizje ishte e matur, që do prekje e bute dhe e sigurt. Vetetima per habine e te gjithheve, kendroj i kete gjate gjithhe procesit, ishte sikur të dite ishin zitur në nje bote të tyren, ku kufizimet fizike dhe pritjet e të gjereve nuk ekzistonin me. Momenti vendimtar erdi kur Elira, duke marrë nje frimet e tele, filloj të ngjite në shale. Kembaj sa që dobet i beri procesin me te nga dalte dhe me te veshtire, por vendos meriane sita, i saj nuk u lekun per as një moment. Veteti ma kendroj i palevizur, sikur te kupton të rendesine e momentit të nevojen per te ke ne i durueshem. Në sastin kur ajo u ul plotesisht në shale, një murmurime i ulet u perhap në turme. Askush nuk kuksonte të besonte atë ke po shihte. Veteti ma kaliko e kishte refuzuar që do kalores per parasagje, po pranonte një vajtëze me kufizime fizike si kalorese në tijte pare. Por historia e tajre ishte larg nga perfundimi, dhe sfidat me te merda ende prisnin per para. Heshtja kë kishte rene mbi fushen, i stervit që zur taj papritur nga nje hingelime e butej i vetetimes. Elira ende e rullur në shale, në gjeu dridhshen e fukishme të trupit të kalit në vete, por në vend të frikeske të gjithhe prisnin të shihnin në fytyren e saj, gje buzekesh gje e lehte luante në buzet e saj. A gjo e dinte se qfare do të ndot të me pas. Tani, peshperiti a gjo, duke perkullu trupin per para dhe duke vendosur duart me butesi ne kafe ne kalit, le tu të regojme të gjithheve se qfare mund të bejme se bashku. Sikur ti kupton të fgjalet i saj, veteti man ngriti koken me krenari, veshet e tiq të drejtuar per para në vemengjet e plote. Liria berin je ha per para, gati per të nderhire, por gjoni e ndaloj me nje dore të byte në sup. Shiko, ta ai me zete u let, shiko me të verte ti vajzën të ndë per heret e pare. Të liri gjapa, pa jo kemben i dobet të e lires, por shpinën i saj të drajte dhe koken e ngritur me krenari, pa jo kufizimet i saj, por forsen kje shkelken të nësite i saj, me nje levizje të butet të duarve, të nje shtipje të lete të gjunjeve, e lira i da vetetimes sinjalin per televizur per para. Kali izi filloj të ishen gadale, që do hap i ti i matur dhe elegant. Turman bajti frajmen dersa dishja filloj të leviste najnje ret të gere perit fushez, që do levizje ishte një val e koordinuar per sosmerisht mes kaloreses dhe kalit. Gradualisht, ritmi i hapave të vetetimes u rrit nga eqja e kete kaluan në një trok të leta, pastaj në një galop të buti. Elira leviste si një me kalin. Trupi i saj duke u përshtatur me qdo levizje, sikur të kishte kaleruar gjithë gjetën e saj. Kemba e saj e dobet, kjo dikur duke si një pengese e pakapërcieshme, tani ishte thjesht një pjesë e ritmit të tyre të përbashket. Bleresit e rinj kendronin, të shtangur prane kamionit të tyre, duke pare me mos besim sinën kë po shpalosej para tyre. Rex hepi i vjeter, kë kendron të mes turmes, buzeke shime kena kesi.
Ka gjera ke vetem zemra mund ti mesogje, murmuriti ai, duke tundur koken me aprovim. Papritur vetetima undal në mes të fushez. Per një moment, të gjithe menduan se diçka kishte shkuar kek. Por per para se dikush të mund të reagonte, kali fukishem ungritne kembete pasme, duke ungritur drejt kjelit si një statugje e gjale prej mermerit të zi. Elira, në vend ke të frikesohej apo të hambiste ekuilibrin, u përshtat me levizjen, duke mbajtur fort dhe duke keshur me gezim të pastër. Urgembet e përparme të vetetimes preken perseri token, diçka kishte ndryshuar në mënyra të paktjeshme. Nuk ishin me thjesht një vajze me kufizime dhe një kale i pëbindur. Ishin bere një force i vetme, një simbolik gjale i asaj ka eshte e mundur kur besimi triumfon mbi frike. Lirigja, me lotke i rridhnin pa pushim në fake, u afrua nga dale drejt vajzës së saj. Vetetima per heret e pare ke kur kishte ardhur në ferme, lejoj dike që ter perves, e lires të afrohej pa treguar shenja nervozizmi. Me fal, peshperiti Lirigja, duke prekur me butes i kemben e vajzës së saj. Me fal ke u per pokatet e kufizoj me frikerat e mia. Elira u perkull dhe përkafoj në nënë saj, ndërsa vetetima këndronte i ketenenta si një roje besnike. Turma filloj të duar trokiste, dhe se shpejti e gjite fusha u mbush me brohori që gezimi. Bleresit e rinj, duke kuptuar se deshmitare të diçkaje të vesante, u larguan në heshtje me kamionin e tyre të zbrazet. Por per Elire, ki ishte vetem fillimi. Ndërsa veshtonte horizontin e largët për të kodrave, a ju e dinte se një kapitull iri i jetës se sagje sapo kishte filluar. Një kapitull ku kufizimet ishin vetem sfida për të kapërsir, dhe ku liria nuk ishte një ender e largat, por një realitet kë e mund të prekejsh do dita. Muajsht kë pasuan atë ditë të paharrueshme sollen, ndryshimet e tella në fermen malore. Elira dhe vetetima u bene një pamgje e zakonshme në horizontin e maleve, silueta e tajre, e bashkuar duke fluturuar në përshtigjet e lashtat e barinjte. Historia e tire u perhaper të kufijve të fshatit, duke tërhekur vizitore nga e gjite shkiperja Kevinin, per te pare vajzen ke kishte zbutur kalin e patjeshem. Lirigja, e transformuar nga pervogja, filloi të shihte bote me si të rinjë. Ajo që dikur e kishte pare, si dobe si të vajza e saj, tani e kuptonte se ishte një forse e vesante. Në ndrajtimin e saj, ferma filloi të mirëpriste famigje të qere me sfida të ngjashme, duke u ofruar atyre mundesine për të lidhur me kuasht në mënyren e tyre unike. Gjishik Gjon, me një krenari të keten e zemer, kalonte ore të tëra duke u ullur në verandën e vjeter, duke parem besen e taj duke stervitur vetetimen. A i kishte filluar të shkruante një ditar, duke dokumentuar çdo progres të vogel, çdo moment magjik mes vajzes dhe kalit të saj. Ka forse në butesi, shkruante ai, dhe madheshti në tjergjen e kufijve këtë të qeret në vendosin. Regzepi i vjetër filloi të organizonte takimet e rregullta në ferme, ku tregonte histori të lashta për lidhjen e vesante mes njeriut dhe kalit. Në nhajën e pëmeve të vjetra, a ju mesonte të rinjve se si të dërgjonin me zemer, jo vetem me veshe. Shikoni Eliren dhe vetetimen, thoshte ai, ata na mesojnë se kufizimet me të medagjane, ato kene i besojme të verteta. Vetetima, nga ana e tij, u transformua nga një krigjese e gerde e frikesuar në një shpirit fisnik dhe besnik. Edhe pse mbante një pjesë të natyres se ti të eger, a kishte gjetur një ekuiliber të përsosur mes forces dhe butesise. Të qeret në fshat vunere se si a i perkulaj lete kur Elira afrohaj duke bere me të lete per të këtë hipte në shalli, një gjesti vogel këtë tregonte të lesine e lidjes së tyre. Një mëngjes, në dersa agjimi po thjente horizontin me ngjyrat e arta, e lajra dhe vetetima këndronin në magjen, e nje kodre ke shikonte mbi luginën e gjelber. Era e fresket e maleve luante me krifat e rretat e kalit e floket e gjatet e vajzes. Liria kë i kishte ndjekur në distanse, pa diçka kë i prekutele zemran,
Vajza e saj nuk ishte me ajo krigjesa e brishte ke ajo kishte dashur të mbronte me ak dëshperim. Ajo ishte bere një forse e natyres, një frimezim për tek gjithje ata ke mendonin se ndrat e tire ishin shumë të largjeta për ty arritur. Në gjeheri, ta e lajra duke përket helur kafen e vetetimes, duhet të besojshmen në magzina që të gjeret nuk mund të shohin. Kali për gjigjeshmen gje hingelime të buti, sikur të pohon të fjalleti saj. Se bashku, ata për fakesonin një të vërtetet të tjeshtë për të fukishme. Se dashuria besimi dhe vendos me rjamond të kapersines do pëngese. Lëkeshtu në ato malet të larta shqiptare, një vajze me një kembe të dobet, dhe një kale ke askush nuk mund të zbutena me suan se kufizimet tona me të me dhajane ato kene i vendosim vetes. Historia e tire vazhdo të gjatoge duke frimezuar brezat e rinj per të pare pertej, asaj ke duke të pamundur dhe per të besuar, në fukine transformuese të dashurise dhe besimit. Fundi i historis të dashur dëgjues, shpresojme kë historia e elires dhe vetetimes të gjukete prekur tele. Per të vazhduar këtë udhëhetim emocional, kemi përgatitur një playlist special me histori po ak maggjepsese. Gjegjeni atë këtu duke klikuar në të majte. Nëse ju pel kjo histori, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë dhe të vendosni pelkeq videos. Që do ditë shellim histori unike kë eksplorojnë kompleksitetin e jetës. Mos i humbisni përmbajtjet tona të ardhshme. Ju presim në komentet.